Punë ka, por nuk duan të punojnë. Kryeministri Edi Rama u ndal këtë të premte në një takim me të rinjt, përfitues të programeve të nxitjes së punësimit, ku diskutua mbi përfitimet nga programet e qeverisë mbi punësimin. Numri 1 i qeverisë theksoi se vendi ynë mban vendin e parë në rajon për shërbimin e punësimit. Shqipëria, sipas OECD-s, që është një burim shumë serioz të dhënash dhe vëzhgimesh mbi vendet, është vendi që zë vendin e parë në rajon për shërbimet e punësimit. Lidhur me këtë, Rama publikoi edhe shifra. Është që në vetëm 5 vitet e fundit, 42.000 të rinj, 42.000 të reja dhe të rinj, janë punësuar përmes zyrave tona të punës dhe përmes këtyre shërbimeve. 7.500 janë individ që kanë përfituar pikërisht nga programet dhe sot janë në punë. Kryeministri i qëndroi shprehjes së tij se punë ka, por nuk ka profesionist. Kjo është për gjithë ata që thonë që s'ka punë. Ata që thonë s'ka punë, e ata që nuk duan punë. Pikë. Sepse vetëm në portal janë 5.500 vende pune mesatarisht çdo muaj të gjitha kategorive. Çdo gjë. Sipas kreut të qeverisë, suksesi vjen për shkak të rëndësisë që i është dhënë rinisë me programet në mbështetje të tyre.